vëllezër, shpesh herë flasim për atë që humb njeriu kur e braktis ibadetin. Për shembull, e kalon dikush namazin, çdo herë flasim atë që ka humb sevapet. Nëse jenë Mekë i ki humb 100.000 sevape, nëse jenë Medinë i ki humb 1.000 sevape, nëse je Mesjidul Aqsa i ki humb 500 sevape, nëse jenë xhamit e thjeshta, domethënë xhamit anën mbar botës ku janë i ki humb 27 sevape. Edhe e çarton njëri ato pse i ki humb. Për shembull s'ka xherru, që e ki humb domethënë gjithë ato sevape. Allahu Azza wa Jalla ka thënë innama yuwaffa as-siyamu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është imi dhe unë e shpërbrej ata. Do thonë, çfarë shpërblen Allahu Azza wa Jalla? Vetëm kur dalim para madhrisë Allahut, ato do ta shohim. Flasim domethënë që ka humb këtë sevape, ka humb këtë sevape. Apo dikush edhe nuk e jep zekatin, edhe thot vallahi po dim që shumë burim mirë, po se ka dhënë zekatin e popdimit apo s'ka jep zekatin e popdimit, pse? Gjithat sevap me hu. Se tek e fundi zekati nuk është pasuri e jotja. Pasuri e fukaras është ajo. Mirë po, çdo herë flasim se çfarë shpërblimi ka humbur, domethënë ndryshe.